Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Siç e shikoni kam hapur letra tashmë, dua të provoj këtë version. Të largohem nga presioni i regjistrimit kur hap letra dhe të filloj me njëherë leximin. Kam pak tendencë, më pëlqen të mendoj me pauza apo pushime të shkurtra për të thënë atë të duhurën, atë çfarë pasqyron letra. Të provojmë kësaj radhe kësi lloj, desha të kem kohë të analizoj leximin që të mund të vi më qartë. Nuk do marr asnjë letër në dorë, po thjesht do i rikujtoj ato çfarë më thanë apo çfarë mora nga letrat më parë. Do të keni parasysh që ky lexim është një udhëtim nga zemra e thyer. Kam këtu. Drejt një jete të re, të mbështetur me krijimtari, stabilitet dhe dashuri të vërtet. Për veten kësaj radhe të dashur Akrepër. Duket qartë se ka pasur një periudhë dhimbje. Ky lexim nuk është për të gjithë Akrepët, Në momentin që e thash këtë, nëse ngjan e gjeni veten, është atëherë për ju. Duket qartë se ka pasur një periudhë dhimbje të thellë emocionale këtu. Treshja e shpatës tregon një plagë që s'ka qenë e lehtë për të përballuar, ndoshta zhgënjim, ndarje ose një vërtet qëdhëm. Por këtu nuk ka vetëm dram të zbrazët, ka shpresë dhe rikthim të vetja të dashur Akrepër. Asi këtu vjen si një dhuratë nga universi, një energji e re që po të thret të ngrihesh, të krijosh, të besosh përsëri në diçka të re. Kjo mund të jetë një ide, një projekt ose thjesht një person, një ndjenjë që zgjohet çdo ditë më me shumë dritë, pas kësaj errësire, pas kësaj dhimbje. Peshtja e paras këtu tregon se ndoshta ke kaluar ndjesinë e mungesës, ndoshta ke ndjer sikur je vetëm, pa ndihmë ose si të lënë jashtë vetëm. Por Temperance, qëndrueshmëria, janë letra shëruese dhe shumë të fuqishme. Ato kujtojnë që ti ke dhënë gjithçka, ti ke bërë gjithçka brenda vetes për të lullzuar përsëri. Ke dashuri, butësi, mençuri, të dashur Akrepër dhe potencial për të krijuar jetë në çdo kuptim të fjalës. 7 të paras këtu dhe 4 të shkopive që vjen përfundi tregojnë se ke investuar shumë në ndjenja, në njerëz, në ëndra, por ende nuk e parë rezultate që i meritoni, sado që keni filluar të ndjeni. Tani, kjo çfarë po thot mesazhi më shumti që e ndjejnë në leximin e juaj të dashur Akrepër është mos u dorëzo. Pa afrohet një moment stabiliteti dhe gëzimi vetëm se kërkon edhe pak durim. Unë e di që këtë fjalë nuk e don asnjëri, as unë vetë. Po që ja jeta është e tillë, asgjë nuk na vjen brenda natës, asgjë nuk ndon ndryshime. Të flet një person që pak a shumë ka qenë këtu. Mbretëresha e shpatës të fton të jesh e qartë me veten. Çfarë nuk do tolerosh më? Çfarë nuk do lejosh më? Ku janë barierat apo kufizimet e juaja? I keni vënë? Ku ka nevojë të thuash të vërtetën edhe kur dhëmb? Mesazhi gjithë këtij leximi është ti je duke ringritur nga një dhimbje reale, jo nga një imagjinat. Dhe ky rikthim është i bekuar, të dashur Akrep. Mos u kthe tek ajo që të bëri të ndihesh bosh, do thot diçka në të kaluarën, mund të jetë dhe person. Fokusohu në atë që të mbush dhe të jep jetë. Bëj zgjedhjen që e nderojnë rritjen tënde. Ti nuk je më ajo që ishe apo ai që ishe, dhe kjo është e bukura, më e mira e këtij leximi. Frymëzimi, siguria dhe dashuria po vinë, po fillojnë me ju të dashur Akrepër. Pra, është koha për ngritje dhe asnjë gjë, asnjë hap pas të dashur Akrepër.